Figurativisht. Imam i neke zakazane lekarske pregledi. Ndërkohë që kam pasur të caktuara prakisht edhe disa vizita mjekësore, ka? Po. Da bih ja dobio garancije da će taj postupak da bude pravedan. Dhe nëse marr garancione që procedura do të jetë e drejtë. I ono što je najbitnije jeste da je mene iskreno i strah jer Dhe të jemi sinqert, kam edhe frikë. Petak ja odlazim. Unë Znači ja sam tad sa kolegom imao video da li ima konj vodu. Unë e kam pyetur personin, kënë dëgjova emrin, nëse ka ujë për kalë atje. Dešava velšojebno oduzimanje tog oružja koji se nalazi u Mirë, po kur kam parë se çka ka ndodhur aty, çka kanë marrë atë armë në atë stallë. Suočava sa najvećom energetskom krizom do sada. Dhe Kosova ballafaqohet me krizën më të madhe energjetike deri më tash. Znači, policija ima moje otiske prstiju u dosjeu. Policia i ka shenjat e gishtrinjve të mi. Niko od njih nije rekao da je štala bila. Qartë, pra ju jeni e qartë, Arsenjević, ti shkurtojmë pak përgjigjet për shkak përkthimit. Pra ju jeni të gatshëm të ktheheni dhe të bashkëpunoni me institucionet. Do ktheheni. Samo kada budem dobio čvrste garancije da će to biti isključivo pravno. Vetëm kur të marr garancionet e fuqishme që kjo do të jetë një trajtim. Zoti Arsenjević, bëhet fjalë për institucionet drejtësisë, të cilat duhet ato në parim janë të drejta, nuk kanë se si t'ju anashkalojnë, do ju marrin pyetje, do jenë në proces. U principu, a u praksi. Në parim po, por në praktik. Po çfarë garancish jeni duke kërkuar? Çfarë garancish? Ato monitorohen nga komuniteti ndërkombëtar, Po. Regionat na zajednica. I u slučaju ako treba policajac da bude samo 24/7. Nëse ka nevojë të jetë polici 24/7. A ne da bude politički zatvorenik koji može da bude ako ikada bude bilo došlo do suđenja da budem godinama u zatvoru. Dhe jo të jem kundërshtar politik dhe ndoshta të dënohem edhe me sa vite burg dhe të jem në burg. Po kështu nëse vendosni në pikpyetje, a nuk mendoni që i forconi dyshimin se ato armë janë tuajat kur nuk bashkëpunoni me drejtësinë, zoti Arsenjević? Ja sam rekao, ja sam već sarađivao sa policijom. Unë thash, kam bashkëpunuar, i ka marrë të gjitha informacionet, numrat e telefonave. Nisam isključio, nisam ugasio telefon, sarađivao sam u istrazi, rekao sam... Unë madje nuk e kam shkyqur telefonin, kam bashkëpunuar. Jedan u Mitrovici, srećlje za pancir za koji se hvata je diplomatski pancir za malokalibarsku zaštitu. Antiplumbi për cilën është kapur themi sveçta është për personat diplomatik, e kam lajmëruar në mars drejtorit të policisë dhe zotit Elshani. Po. Znači nije to nikakav vojni pancir. Pra nuk bëhet fjalë për antiplum ushtarak. Qartë. Okej, do të marr opinionet të mysafirëve, natyrisht edhe ata kanë të drejtë edhe të bëjnë pyetje. Arsenjević do të vazhdoj të qëndroj me neve. Tani janë vendosur në pozicion. Si e pat rastin Gashi, po e nisim me juve, besoj përkthimi i shkon mirë Arsenjević që ta kuptoj çfarë po themi këtu në studio, edhe pse Gashi se ka problem edhe serbisht, ta thot, po. Shtetit nxenë edhe me qere, me gjithë jo respektin për këto emërtime, se dhe partia vetë kjo Srpska Demokratia dul me deklaratat pa qena, sepse nuk është e vërtetume në asni, me asa kemi informacione të gjithna këndej në kryeqytet dhe në Kosovë, po edhe jashtë, në relacion me ato akuzat e paqena për diskriminim, për dëbim të familjeve sërbe, për dhunë seksuale, edhe gjitha këto gjana tjera, këto jo që pethamun,
këto nuk qëndrojnë. Mund të ketë raste sporadike individuale të tejkalimit të kompetencave të individëve që kanë uniformën e policisë Kosovës, me cilat me Sem Dioni, inspektoriati policor i ka marrë hapat. Pat shumë gjana këto diskutabile. Ministri... Me njerë ka reagim Arsenjevici. Ministri Punëve të Brendshme, zoti Arsenjevic, nuk mirret me raste të dyshuarve që ju ka gjetë në shtallë, a ju ka gjetë në dhomë të vjetjes, a ju ka gjetë mrapa në bashkë, 5 granata, 3 zolla, e jo vetëm një farë panciri diplomatik, se nuk është arsenali pakt ky, për me të prit edhe më marrë me drejtat e tua, si dyshuar, sepse akoma, unë pajtohem, akoma nuk është e vërtetume, nuk është ministri që e përcakton ato, po policia dhe prokuroria. Prandaj, në kësi situate, kur në gjuhën shqipe thujnë të kanë zonë me pel përdore, a ku ka konë kali nesës, ku ka konë pel, të kanë zonë me pel përdore, me altia edhe me armatim për një njësit. Mas miri shka mund është me bo, sepse ajo që thojnë teret dokazivanja, burden of proof, ose bara provës, nuk është sveqla si minister, asë institucionet tona, ato i kem. Ky duhet të vi edhe ta tregoj, që ose ka nevoj edhe me jo një polis të Uleksit, po me 7 polis të Uleksit edhe të kujna ka nevoj bashkësisë ndërkombëtare këtu, sepse të tillët edhe kanë qenë në koordinim kur është marrë ky aksion. Prandaj friga, unë e kuptoj që ka frigën zoti Arsenjevic, po du ta ketë frigën nga tjetër sen. Qysh do ta vërtetoj që ai armatim s'është i tij. E jo të thot ma kanë qitë se tani po t'inglonë si një politikan i joni këni pari që nuk është sërb, po që po do kotecat pulav i kanë qitë vetë për me ma bo mu se s'pundojnë. Okej. Arsenjevic, i lutëm komenti juaj e dëgjuat zotin Gashi çfarë tha. Ja znam da gospodin Gashi nisam simpatičan, čak naprotiv, iz prošlih debata i ostalo. E kundërta është. Čoveka da se urazumi, da Unë i kuptoj gjërat kështu. Dëshmimi i pafajësisë, dëshmimi i pafajësisë i takon palës që dyshohet. Pra, gjykata duhet ta dëshmoj të kundërtën. Kish reaguar edhe për atë që ne e kemi akuzuar policinë për ngacmim seksual kështu me radhë. Jo, kjo nuk ka ndodhur. Ne nuk e kemi marrë policinë si rast, por turistet etnonacional që vinë në veri nga qytetet më të mëdha